bën obligim. Se thëtë edhe në Kur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi l-Kur'an, për hatër, për hir, vlerës që e ka Kur'ani, Zoti e ka ngrit edhe muajin e madhëshëm të Ramazanit, se ka zbrit në këtë muaj, e mbrana kësaj muaji gjendet edhe një natë, që është nata e katërt për hir të asaj. Pra, muaji i madhëshëm i Ramazanit është një vlerë edhe një urdhër i Zotit xhaleshanu, i cili na ka bë për hir të zbritjes së Kur'anit, edhe na paralajmëron Zoti, sikur na thet në ajetin e 183 surës Al-Bakara, ku thot Allahu: o ju që keni pru iman, o ju që keni besu, o ju që i besoni Zotit, u është bërë juve obligim agjerimi, sikur që ishte obligim për ata që ishin para jush. Pra sikur na merr Zoti me të mirë, edhe po na thotë që nuk jeni ju të parë që agjeroni, agjerojnë edhe popujt para jush, po në realitet cili është qëllimi final i agjerimit? Qëllimi final i agjerimit është leallekum tatakun, që ju të bëheni të devotshëm. Pra, i nderuar, në Ramazan njeri e vetë kontrollon veten, është një lloj komandanti i vetvetes, është një lloj që njeri reflekton edhe ndryshon nga muaj tjerë, për arsye se agjerimit shtin pakës me mendu ma tet, me ngrit aspektin shpirtëror, me ngrit vlerat njerëzore, me ngrit bamirësinë, pra me pas qëllimet pastra edhe me kry këput, ne kemi për detyrë me kry një urdhën të Zotit. Pra, qëllimi final i Ramazanit është me respektu urdhën e të Madhit Zot. Dhe kur e thoni këto, a bëhen besimtarët, ose njerëzit në përgjithësi, shoqëria më bamirëse, më bashkëpunuese, më tolerante, çysh është normal, rregullisht më bën dhe në praktik shihet që ka ndryshime në Ramazan, gjatë jetës ndryshon, edhe personalisht çdo njëri në veten e shen atë ndryshimin, ata që agjerojnë Ramazanin, ose edhe shoqëria në përgjithësi shihet që janë aktivitetet më shumë bamirëse, më tepër njerëzit i afrohen Kuranit, që është muaji i Kuranit, shembull njerëzit i qesin edhe detyrave të për hir të Ramazanit, që Kurani ka zbritur në Ramazan, shembull dikush të tun du me lexu në këtë muaj tel Kuranin, me bahat me si themin e xhallarit. Ose për shembull dikush të du me mësu 3 sure, ose 5 sure, ose 3 ajete, ose 5 ajete, pra me u lidh më tepër pakës me Kuranin. Mirë po tani edhe aspekti kur njeriu ndin etje edhe uri, normal që të bjen më shumë men edhe për të varfërin. Edhe tash në gjallet e ndjenja humanizmi, ndjenja me ndihmut tjetrit, për arsye se nuk qenë ka shumë e lehtë me se pas me hangër edhe me pi. Pra të ngjallen edhe ndjenjat e humanizmit, bamirësisë më tepër, pra me reflektu njeri në gjithë aspektet më shkurt, agjerimi ka për qëllim jo vetëm greve në uris, pra jo vetëm me abstenu prej ushqimit dhe prej pijes, por edhe me sy, edhe me dorë, edhe me kam, me ko falenderus për mirësitë që ne ka dhënë Zoti, pra me ko njeri i kujdesshëm edhe vetë kontrollues i vetvetes vet. Para se të kontrollojnë të tjerët. Kush lirohet prej këtij obligimi fetar? Tash, sikur Zoti ka dashur që sikur në gjitha punët e jetës përditshme të njeriu, po dhe shoqërive në përgjithësi, nuk obligohen gjithë njerëzit me të njëjtat veprime. Shembull, i ka liru pleqt, i ka liru të smutit, i ka liru fëmijët, i ka liru